Qyteti i Lipjanit është vazhdimisht në rritje dhe ka nevojë për zgjidhje afatgjate në trafik. Prandaj, nisëm projektin për zgjerimin e rrugëve kryesore me 4 kursi, me shtigje për biçikleta dhe trotuare për këmbësor. Fatkeqësisht, qeverisja aktuale e ndryshoi projektin nga 4 kursi në vetëm 3, duke sjellë kaos trafiku dhe bllokim të kryqëzimeve. Ne do ta përfundojmë projektin ashtu siç ishte planifikuar. 4 kursi të plota për qarkullim, 2 rrethrotullime funksionale për lehtësimin e pengesave, vazhdimin e rrugës Çamilo Lluri deri te rruga Sadik Shola që do të shkarkojë qendrën nga trafiku i rënduar. Ky nuk është vetëm një projekt rrugë, është ndërtim i një të ardhme më të mirë për Lipjanin, një qytet me lëvizje më të lirë, me ajër më të pastër dhe më pak stres për qytetarët. Mos u kënaqni me zgjidhje të pjesshme. Bashkohuni me ne për një Lipjan që funksionon për të gjithë.